Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është një hadith që t'jep me kuptue, se përmendja Allahut azza xhel në vetveti është edhe përmendje, po edhe dua, edhe lutje. E kjo është 2 në 1 që i thënë, kjo e me përmend Allahun, ki se vapet që e përmend Allahun, po të njëjtën kohë edhe jetu e lut Allahun subhanahu wa taala. E çka të lut Allahun subhanahu wa taala? Atë çka e ki në zemër që të dhe më shumë. Që të mbrej më shumë me çati të lut Allahun, edhe pse nuk i të shqiptue. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur erdhi një njeri tha i dërguami i Allahut. Unë e lut Allahun azza wa jall dhe në dua, kur baj dua, çoj salavat mbi tije. Ka thonë shumë mirë duke bë. Po nëse don çoj salavat. Po i dërguami i Allahut atëherë ka më bë 1/3 e duos, lut, për shembull nëse 1 orë, unë 1/3, 20 minuta ka me çu salavat mbi tije. Ka thonë shumë bukur, shumë mirë, po nëse e shton është më mirë. Atëherë tha gjysën ja Resulullah. Gjysën e kohës për dua ka me çu salavat. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë mirë është, po nëse don shtoj salavatet. Po i dërguami i Allahut atëherë tan kohën të cilën e kam planifikuar për me bë dua, ka me çu salavat mbi tij. Tha nëse e bën këta, tha Allahu ka me t'i largu brengët. Çfarë brengë ki në zemër? Ki brengë zjarmin e xhehenemit se kemi hinë në xhehenem? Ka me t'largu Allahu për zjarmin e xhehenemit. Ki brengë sa do të mush me hinë xhennet? Allahu ka me qëti në xhennet. Ki brengë borxhin tan? Allahu ka më bo sebeb që ti me la borxhin tan. Ki brengë smundjen tone? Allahu subhanahu ka me të largu smundjen tone. I dhen Allahu shka i ka thonë, nëse të në kohën bën salavat, Allahu ka me t'i largu gajlet, mërzijat, telashet, problemet, ke qka preokupon prej mrendja ka me t'i largu. Veç që kaq? Jo. Wa ju këfaru dhembu. Dhe Allah t'i falë gjënohet. Allahu t'i falë gjënohet. Për këtë ditën Arafatit ka thonë, duan më të mirën, duan më të mirën që e kam bo une, edhe pejgamberët e mëhershme, çfarë doja është? La ilaha illallah wahdahu la sharika. S'ka doa këtë. Çfarë doja? S'ka doa këtë. Nuk ka doa këtë. Është lavdrimi i Allahut. Po lavdrimi i Allahut. Amo, ki lavdrimi i Allahut, atë çka thot pejgamberi sa më në ditë tjetër. Pa atë njeri të cilin e preokupon përmendja ime. Ta më thonë, atë njeri i cili do të jetë përmendjen time, do ta përmendë Allahun subhanahu taala. Dhe nuk do të bën dua apo kohën e duos do të jetë në përmendjen time, Allahu do të jep atina më smirti që i ka dhonë dikujna që i ka bu dua.